Prokuroria po heton pretendimet për dërgimin në SBA të mostrave të trurit të vdekurve nga Maqedonia e Veriut, të cilat u përmenden në dosjen Epstein. Refuzohet kërkesa e studentëve shqiptar. Ministria e Drejtësisë thekson se provimi i jurisprudencës mund të bëhet vetëm në gjuhën maqedonase. Kryeministri Mickoski e premtime për pagat në sektorin publik. Thosë se për 4 vjet do të sigurohet rritje prej 40%. Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër kancerit, theksohet se duhani, mbi pesha dhe alkooli janë faktorët kryesor për sëmundjet maligne. Përshëndetje të nderuar shikues dhe miq, të takohemi në lajmet orës 15:55. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka nisur të hetojë dyshimet për veprime jo ligjore në rastin e dërgimit të mostrave të trurit nga Maqedonia e Veriut, të cilat janë dërguar në Shtetet e Bashkuara për kërkime shkencore. Edhe ministri i Shëndetësisë tashmë ka formuar grup pune për këtë rast, ndërkohë që ministri Azir Aliu shpreh se personalisht beson se në këtë rast rregullat janë respektuar në mënyrë rigoroze. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu beson se janë shumë të vogla shanse që të ketë pasur çfarëdo lloj abuzimesh në rastin me eksportin e trurave nga Maqedonia në SBA për kërkime shkencore, pasi siç tha duhet pasur parasysh faktin se është një projekt shkencor afatgjat që përfshin një nga vendet më të fuqishme në botë. Edhe pse ministria tashmë ka formuar grup pune për këtë rast, Aliu shpreh se personalisht beson që në këtë rast rregullat rreptësisht janë respektuar. Personalisht, jo si ministër, por si njeri, vlerësoj se ka shumë pak hapësirë për abuzime. Nga ana tjetër është SBA, vend me protokollet të definuara qartësisht për materiale biologjike. Pra, bëhet fjalë për një universitet prestigjioz, kurse shkencari është me famë botërore dhe personalisht besoj se nuk mund të lejohet të ketë abuzime pa protokolle të definuara qartë. Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka formuar lëndë për këtë rast. Lënda është dorëzuar për procedurë kompetente në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila duhet të ndërmarrë veprime për të mbledhur informacione zyrtare nga autoritetet, institucionet dhe institucionet shëndetësore kompetente, me qëllim përcaktimin e trajtimit të mundshëm të palishëm të indeve dhe biomaterialeve njerëzore, lëshimeve ose abuzimeve në marrjen e lejeve dhe pëlqimeve. Sipas pretendimeve nga dokumentet e publikuara të dosjes Jeffrey Epstein, në pjesën e Maqedonisë përmendet se mostrat e trurit të individëve të vdekur nga vendi dyshohet se janë transportuar për qëllime kërkimore shkencore në Shtetet e Bashkuara, në kuadër të një studimi shkencor afatgjat mbi vetvrasjet, ku shkencëtarë amerikanë që bashkëpunojnë me Universitetin Columbia kanë krijuar një bank trurësh njerëzor për kërkime shkencore. Kryeprokurori që pritet të zgjidhet së shpejti duhet i hetojë të gjitha lëndët që për një kohë të gjatë mbahen në sirtar. Këtë e ka deklaruar sot kreu i ekzekutivit, i cili ka thënë se aty ku nuk ka mjaftueshëm dëshmi duhet të mbyllen, ndërsa aty ku ka dëshmi të formohen raste dhe t'i dorëzohen gjykatave. Kryeministri Kristian Mickoski preqe kryeprokurori i cili pritet të zgjidhet së shpejti të jetë mbrojtës i ligjit dhe i drejtësisë dhe t'i hetojë të gjitha lëndët që kanë qenë të mbajtura në sirtar. Ai thotë se aty ku nuk ka prova t'i mbyll, ndërsa aty ku ka prova të formojë lëndë dhe t'i dërgojë në gjykatë. E para që duhet të bëj është që të gjitha ata dokumente dhe raste që janë mbajtur në sirtar t'i nxjerr dhe t'i hetoj, aty ku nuk ka mjaftueshëm dëshmi t'i mbyll, aty ku ka dëshmi të formoj raste dhe t'i dorëzoj në gjykatë. Pastaj gjykata duhet të vendosë nëse do t'i nis ose jo proces gjyqësor. Pres të jetë mbrojtës i së drejtës, gjenerues i drejtësisë dhe kjo është ajo që pres nga kryeprokurori i ri. Ndërkaq, qeveria të martën në mbledhje ka miratuar një konkluzion lidhur me 5 kandidatët për kryeprokuror dhe në përputhje me ligjin do t'ia dërgojë Këshillit të Prokurorëve Publik. Kuvendi ka njoftuar qeverinë për përfundimin e shpallës për prokuror publik dhe i ka dorëzuar listën me 5 kandidat. Qeveria, sipas dispozitave ligjore, do ta dërgojë listën në Këshillin e Prokurorëve Publik, i cili ka afat 15 ditë të jap mendim.
Sipas ligjit për prokurorinë publike, kandidaturat i dërgohen qeverisë, e cila kërkon mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Nëse Këshilli nuk jep mendim pozitiv për asnjë kandidat, qeveria nuk mund të propozojë emër dhe duhet të shpallet konkursi i ri. Kryeprokurori i ri zgjidhet në kuvend me 61 vota të deputetëve. Edhe një herë nuk është pranuar kërkesa e 385 studentëve shqiptar të cilët kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Ministria e Drejtësisë ka sqaruar për televizionin Shenja se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Ministria e Drejtësisë ka refuzuar kërkesën e 385 studentëve shqiptar, të cilët duan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Drejtësisë vlerësojnë se një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Në një përgjigje të gjatë në të cilën gjen shumë nene dhe ligje të cituara nga Ministria, thonë se gjuha shqipe dhe alfabeti i saj janë zyrtar, por deklarojnë se ligji për provimin e jurisprudencës nuk përmban dispozita për dhënien e provimit të jurisprudencës në një gjuhë tjetër përveç gjuhës maqedonase. Zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve nuk mund të shqyrtohet në mënyrë të izoluar, por në korelacion me rregulloret e tjera relevante, edhe atë me ligjin për avokatin, ligjin për gjykatat, ligjin për prokurorinë publike, ligjin për përmbarim dhe ligjin për noterinë si tërësi. Përkatësisht, provimi i jurisprudencës është parakusht themelor për të hyrë në profesione të ndryshme. Në sistemin e gjyqësorit e me këtë rast nga natyra dhe qëllimi i këtyre profesioneve buron edhe nevoja e njohjes aktive të gjuhës maqedonase, si gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga ky dikaster thonë se për të bërë gjykatës, prokuror, avokat e për të ushtruar profesionet të tjera që lidhen me juridikun, duhet me patjetër të njohësh në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Një nga kushtet për zgjedhjen e gjyqtarit është që personi të zotërojë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, në përputhje me nenin 61 të ligjit për prokurorinë publike. Për prokuror publik mund të emërohet gjëqësisht të zgjidhet një person i cili e zotëron në mënyrë aktive gjuhën maqedonase. Për çështjen e provimit shqip të jurisprudencës ka reaguar sot edhe ambasadori shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Denion Mejdani, duke deklaruar se kërkesa e studentëve për qasje të barabartë në arsim dhe në proceset profesionale është pjesë e një debati më të gjerë për zbatim praktik të drejtave të garantuara me ligj dhe funksionim efektiv të institucioneve. Kujtojmë se përgjigjja e Ministrisë së Drejtësisë vjen një javë pasi studentët shqiptar kërkuan që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Këtë kërkesë studentët e mbështetën në një peticion të nënshkruar nga 385 student nga universitete të ndryshme të fakulteteve juridike. Studentët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën për ushqim të subvencionuar studentor për vitin akademik 2025-2026 duhet të jenë të kujdesshëm, sepse afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri nesër më 5 shkurt. Mash njofton se kjo e drejtë u dedikohet studentëve të studimeve universitare me kohë të plotë, si dhe studentëve të regjistruar në studime pas universitare dhe studime të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë të ditur se studentët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën për ushqim të subvencionuar studentor për vitin akademik 2025-2026, afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri më nesër, 5 shkurt 2026. Ndërkaq, mash njoftojnë se kjo e drejtë u dedikohet studentëve të studimeve universitare me kohë të plotë, si dhe studentëve të regjistruar në studime pas universitare dhe studime të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend. Studentët që plotësojnë kushtet dhe ende nuk kanë aplikuar mund ta bëjnë këtë në mënyrë elektronike përmes portalit zyrtar evis-uslugi.mon.gov.mk. Kushtet dhe kriteret për ushtrimin e kësaj të drejte janë të publikuara në faqet zyrtare të internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Për mbështetje shtesë gjatë procesit aplikimit, studentët mund të kontaktojnë përmes adresës elektronike subvencioniran.obrok@mon.gov.mk. Mash gjithashtu ka theksuar se studentët të cilëve më herët u është ndërprerë drejta për ushqim të subvencionuar, si dhe ata që nuk kanë aplikuar në afatet e mëparshme, mund të aplikojnë sërish. Shuma e subvencionit është 140 denar për ditë, e cila është një mbështetje financiare e planifikuar për blerjen e ushqimit. Kjo shumë përdoret nga e hëna deri të shtunën,
ku shihet si shumë javore rreth 840 denar në javë. Kjo shumë është mbështetje për pjesë të shpenzimeve të ushqimit, jo një pagesë që mbulon të gjitha shpenzimet të ushqimit për studentët. Studentët dhe organizatat studentore shpesh kërkojnë që kjo të rritet, sepse çmimet e ushqimit rriten me kohë. Kryeministri Kristian Mickoski ka shpjeguar sërish propozimin e qeverisë për rritjen e pagës së administratorëve shtetëror. Ai thotë se propozimi parasheh që çdo rritje prej 1.500 denarëve në 3 vitet e ardhshme. Sipas kësaj matematike, për 4 vjet do të sigurohet rritja e pagave prej 40%. Ndonëse pa kalkulator, kryeministri Kristian Mickoski tregoti aftë në matematikë me anë të operacioneve matematikore, duke përdorur të panjohurat X, Y dhe Z. Mickoski sërish shpjegoi propozimin e qeverisë për rritjen e pagës së administratorëve shtetëror. Ai thotë se propozimi parasheh që çdo rritje prej 1.500 denarëve në 3 vitet e ardhshme të shtohet rritje edhe për 8%, me çka për rreth 4 vjet do të sigurohet rritje prej 40%. Da rečeme, ako ja su administrativen službenik i dobivam platu od 35.000 dinari, a ovогодишно то зголемува и на минималната плата 1.500 денари, тогаш мојата плата ќе се зголеми и ќе биде 36.500 денари. Се ние што предлагаме? Овој збир да се зголеми за дополнителни 8%. И тоа ќе даде резултат X парички. Следната година во март да предпоставиме дека повторно зголемувањето на минималната плата ќе биде 1.500 денари. Моите X парички ќе ги зголемиме за 1.500 денари и таа сума ќе зголемиме за дополнителни 8%, ќе добиеме Y парички. Третата година, во 2028 март, да предпоставиме дека повторно минималната плата ќе се зголеми за 1.500 денари, овие Y парички ќе ги зголемиме за 1.500 денари и тој збир ќе го зголемиме за конечни трети поред 8% ќе добиеме Z парички. Овие Z парички се минимум 40% повеќе од оние 30.000 од кои што сега сме почнали. Ndërkaq, hiç më keq nuk janë treguar në këtë lëmi as edhe nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë. Ata kërkojnë rezultate konkrete, duke kërkuar rritje të pagës minimale në 600 euro dhe rritje për pagat të tjera nga 100 euro. Sindikalistët kanë paralajmëruar më 10 shkurt bllokimin e kuventit edhe po ashtu bllokimin e deputetëve. Madje nëse përsëri nuk plotëson kërkesat e tyre, ata njoftojnë se do të mbajnë grevë të përgjithshme. Ndërkohë, kryeministri Mickoski akuzoi lidhjen e sindikatave të Maqedonisë se janë të ndikuar politikisht, pres që të dalin nga përqafimi partijak, ata pak njerëz në udhëheqësinë e lidhjes së sindikatave dhe të merren vesh me qeverinë në interes të punëtorëve, përkatësisht në interes të nënpunësve administrativ, pasi edhe ata, siç kam thënë shumë herë në të kaluarën, vetëm ata 7.700 apo 7.800 kolektan nuk kanë me qeverinë marrëveshje kolektive, të gjithë të tjerët kanë, tha Mickoski. Duhanpirja përfaqëson një faktor të rëndësishëm rreziku për sëmundjet malinje, veçanërisht për kancerin e mushkërive. Ky fakt u theksua gjatë konferencës me rastin e ditës botërore të luftës kundër kancerit dhe në këtë ngjarje u theksua se përveç përdorimit të duhanit, faktorë të tjerë rreziku për sëmundjet malinje janë edhe mbipesha, konsumimi i alkoolit, mungesa e aktivitetit fizik dhe ushqyerja jo e shëndetshme. Me rastin e ditës botërore të luftës kundër kancerit, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik rikujtojnë se duhanpirja përfaqëson një faktor të rëndësishëm rreziku për sëmundjet malinje, veçanërisht për kancerin e mushkërive. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, shkaku kryesor i vdekshmërisë në vend gjatë viteve 2023 dhe 2024 janë neoplazit malinje, të bronkeve dhe mushkërive. Përveç përdorimit të duhanit, faktor të tjerë rreziku për sëmundjet malinje janë edhe mbipesha, konsumimi i alkoolit, mungesa e aktivitetit fizik dhe ushqyerja jo e shëndetshme. Numri i përgjithshëm i personave të vdekur nga neoplazit malinje në vitin 2024 është 3.958, prej të cileve 2.325 janë meshkuj dhe 1.633 femra. Në të njëjtin vit, numri i të vdekurve nga neoplazit në moshë mbi 65 vjeç është pothuajse 2 fish më i lartë krahasuar me ata deri në moshën 64 vjeç.
Nga Instituti i Shëndetit Publik, thonë se çdo vdekje e katërt në Maqedoninë e Veriut shkaktohet nga kanceri. Shkaku i dytë kryesor i vdekjes pas sëmundjeve të zemrës dhe enëve të gjakut. Ata thonë se burrat preken më seriozisht nga ky kërcënim. Shkaku më i zakonshëm i vdekjes midis tyre është kanceri i bronkeve dhe mushkërive. Popullsia e moshuar është më e goditura. Ky trend alarmues nxjerr në pah nevojën për parandalim sistematik, kontrolle të rregullta dhe akses të përmirësuar në shërbimet shëndetësore. Dita botërore e kancerit, e cila festohet më 4 shkurt, ofron një thirrje globale për veprim, me diagnozë në kohë dhe ndryshime në zakonet e jetesës. Shumë nga këto tragjedi mund të parandalohen. Ministria e Shëndetësisë ka hapur një portal të ri publik me listën e ndërhyrjeve kirurgjikale elektive të planifikuara. Qëllimi, siç tha Ministri i Shëndetësisë, është që çdo pacient të marrë shërbimin sipas parimit, i pari që vjen, i pari shërbehet. Përdoruesit e portalit publik mund të kërkojnë sipas specializimit të mjekut, ndërhyrjes kirurgjikale, institucionit publik shëndetësor, mjekut specialist dhe numrit të pacientëve që presin, sqaroi Ministri Azir Aliu. Sipas tij, nuk do të mund të kryhen më intervenime me njohje, por ato do të kryhen sipas radhës. Këtë platformë ka prezantuar Jacqueline Çagorovska, drejtoresh e Terminim, e cila ka sqaruar se çdo institucion nëpërmjet administratorëve të saj ose direkt nëpërmjet mjekëve ka gjithashtu mundësinë dhe detyrimin të kontrollojë listat e pritjes. Procesi fillon me një udhëzim nga një kirurg. Ky udhëzim është specifik në sistem. Ekziston si një lloj udhëzim për ndërhyrje kirurgjikale dhe sipas tij ne bëjmë listat. Të sqarojmë se çdo udhëzim, si ky udhëzim spitalor, përmban një numër. Është shumë i rëndësishëm për ne. Ndodhet në pjesën e sipërme majtas të udhëzimit dhe sipas këtij numri, i cili është unik dhe nuk tregon asnjë të dhënë personale, lista në fakt krijohet. Sipas këtij numri, të gjithë mund të gjejnë vendin e tyre në listën e pritjes tek mjeku. Të paktën 14 persona humbën jetën pasi një motoskaf që transportonte emigrantë dhe një anije patrullimi e rojës bregdetare greke u përplasën pranë ishullit të Kiosit, thanë autoritetet lokale të martën vonë. Incidenti ndodhi të martën në mbrëmje pranë plazhit Mirsinidi në Kios, ndërsa ekipet e shpëtimit nxorën 14 trupa nga deti pas përplasjes, raportoi transmetuesi publik RT duke cituar rojën bregdetare greke. 2 antarë të rojës bregdetare, një oficer e femër me një tronditje dhe një oficer mashkull me një dëmtim të gjymtyrave të sipërme, u shtruan gjithashtu në spital sipas raportit. Ndërkohë, 4 emigrantë raportua se janë në gjendje kritike. Pas incidentit, autoritetet greke nisën një operacion kërkim shpëtimi në shkallë të gjerë që përfshinte një anije private që transportonte zhytës civil dhe një helikopter ushtarak të pajisur me kamera termike. Të paktën 8 palestinezë përfshirë një fëmijë vranë dhe të tjerë u plagosën të mërkurën herët nga sulmet izraelite që synonin tendat e personave të zhvendosur, një shtëpi dhe një grup civilesh në rripin e Gazës, pavarësisht një marrëveshjeje armpushimi në enklav, transmeton Anadolu. Dëshmitarët okular thanë se bombardimet synonin tenda që strehonin njerëz të zhvendosur në qytetin Khan Yunis, në jug të rripit të Gazës. Zjarri artillerisë gjithashtu synonte një shtëpi në lagjen Al Tufa në lindje të qytetit të Gazës, si dhe një rrugë në lagjen Al Zeitun, thanë dëshmitarët okular. Shkeljet e armpushimit kanë vazhduar pavarësisht njoftimit të administratës amerikane në janar se faza e dytë e marrëveshjes së armpushimit kishte filluar. Kjo fazë përfshin tërheqje shtesë izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve të rindërtimit, të cilat OKB-ja vlerëson se do të kushtojnë rreth $70 miliardë. Negociatorët Ukrainas dhe Rus kanë filluar një raund të dytë bisedimesh të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa kërkojnë të përparojnë negociatat e tensionuara se si të jepet fund luftës gati 4 vjeçare të Rusisë në Ukrainë. Bisedimet dyditore trepalshe në Abu Dhabi vijnë ndërsa presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë për shkelje të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga presidenti i SBA Donald Trump, e cila bënte thirrje për ndërprerjen e sulmeve ndaj objekteve energjetike.
Një breshëri e madhe raketash dhe dronësh rus në prag të bisedimeve goditi rrjetin energjetik të Ukrainës, duke ndërprerë energjinë elektrike dhe ngrohje në temperatura shumë nën zero dhe kërcënoi të erësonte çdo shans për përparim në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Çdo sulm i tillë rus konfirmon se qëndrimet në Moskë nuk kanë ndryshuar. Ata vazhdojnë të vënë bast për luftën dhe shkatërimin e Ukrainës dhe nuk e marrin seriozisht diplomacinë, tha Zelenski të martën. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.